Panik pranë Players Championship. 2 persona qellohen për vdekje. Arrestohet autori, policia në Florida nisi një gjuhëti intensive para arrestimin e 32 vjeçarit Christian Barrios, i dyshuar se qelloi për vdekje 2 persona në një parkim farmacie shumë pranë vendit ku zhvillohet kampionati prestigjioz i golfit The Players Championship në kompleksin TPC Sawgrass. Sipas autoriteteve të St. Johns County, të shtënat ndodhen rreth orës 22:30 të së premtes mbrëma në parkingun në Walgreens, vetëm rreth 1 milje larg fushës së golfit ku po zhvillohet turneu i madh i PGA Tour. Sherifi Rob Hardwick deklaroi se policia mori disa telefonata për shtëna me armë dhe kur mbriti në vend ngjarje gjeti 2 persona të qelluar disa herë me armë zjarri. Të dy u transportuan në urgjencë në spital, po më pas humbën jetën nga plagët e marra. Autoritetet e përshkruan ngjarjen si një rast dhune në familje.